pranime dhe praktik, por shqiptar. Besoj si shqiptar jemi një popull që koqa kemi një farë patriotizmi, edhe na si Meka Minds jemi krenar që muna me nda këtë njëri që bashku me këtë komunitet që thjesht kur janë nisi seances, edhe këtë seance komojt shumë herë, edhe i bëj pyetje çka është Kanban, çka është Scrum, edhe i shoh disa zero që thuaj se e dominojnë gjithë cilin grup persona që shkruajnë zero, edhe muna me arrit se bashku mi mësu këto terme, mi mësu këto koncepte, mi mësu këto filozofit që i kanë këto koncepte. Sidomos a është edhe puna e version control systems me Git, a është dukshmëria e një programerit, pse është me rëndësi me koni dukshëm në treg. Besoj që është diçka që koxha na forcon edhe si komunitet, mirë po edhe si shoqëri. Për atë arsye, më vjen shumë mirë që për momentin jemi të ecë koxha mirë te pjesa e shpjegimit, po edhe me kuptu domethënë këto koncepte eksistojnë, këto koncepte që ka vërtetu edhe Mirsadi që është thuaj se thjesht një antar i njënës prej koncepteve që janë realitet në treg, jo me mujt mi dit edhe me mujt më pregadit me thonë, por tregun real. Këto konceptet bonuseve që kemi kriju si Meka Minds, jenë konkret koncepte që kena vrejt, kure kena bo pyetjen vetvetes, çka duhet me bo realisht një junior, por me pas një mundësi me gjetë vendin e punës. A është për një vetëm argument me mësu programimin, nëse jeni programer tani me aftësi të mëdha, a është që ta garanton vendin e punës? E nëse nuk mundet me gjetë një antar, edhe që është talent, edhe që ka njohuri edhe aftësi. Nëse çaj person nuk mundet me gjetë vendin e punës, çka janë realisht arsyet? Çka janë arsyet që çaj person nuk po mundet me gjetë vendin e punës? Edhe për atë arsye grupi kemi kriju këto bonuse me rrit dukshmërinë si një programer, me atë qel vetvetes dyrt, me kuptu mas pari qysh bashkëpunon ekipet, por kur doni mu vendos unë ekip profesional, mos me janis me bo pyetjen çka është version control system, çka është Git, unë se komunikuar nuk di me punu se unë jam fillestar. Nuk bën me kon argumenti unë jam fillestar. E njëjta është me projekt menaxhmentin edhe me dit pak a shumë që kur bashkangjitem me një kompani, çka është forma e bashkëpunimit, çysh ka menaxhimi i projekteve, çfarë role kam unë edhe çysh veproj. Thjesht me kon të përgatit. Edhe jam koqa krenar që po muna këto aspekte me nda me juve, edhe realisht këta elementet që jemi të ndërtu këtë bazën e fort, pas hapi, por me mujt me kriju juniorat që thjesht dallojnë në treg. Kur aplikojmë për në treg të punës, edhe i merr domethënë një kompani 50 aplikime që i merr për Meka Minds me dallu. Me dallu në CV, me dallu në mënyrën e qasjes, me dallu edhe unë aspektin domethënë projekt portfoliot, edhe me çfarë profili po aplikon realisht çaj person.